lutem, a mund të flas pak me atë? Unë jam, nuk e përballoj dot, mos jam shumë e smur, jam shumë pa qef. Po unë jam i shqetësuar. Pi stresi, pi ku me diçka tu vjell ton kohën, është shumë gjendje keqe. Ja, nuk kam vetëm për stresit vjellën, po jam smur edhe nuk po e shoh dot më vetë. Edhe je nervoz, edhe pi stresi, e di. Po, unë e di që më ke dashur, më dën, e di, por nuk dush me jap veten që ka shumë. Kam dash vetëm me të ruaj gjithmonë, e kam hedhë vetën time. E pse po kontash? O marri mami, pavarësisht gjithave, nuk kam luajt asnjë ditë vetë, me që ko kam fshyrë në këtë. Në shtëpi mrena, kur të shisha ton kuën, të koj, tu po kesh, pa nisan vogël, një e kom kërkes për mu shumë e modhe, në ekstrem, edhe ti e kom për vetën tonë. Vish për te është do me ju për me, për i te që s'ke ditë kur më nalë. S'kam ditë kur ti, seriozisht, ti e di që shtë më një mu, edhe gjithë më një, më falë. Më falë. Me shpirt falë. Gjesti, nëse ke diçka për të thënë? Po. Inshallah po ma besojnë në shtabanor, veç njëherë po du. Me ma kuptu që për në me jëm një shumë rënë, shumë ngarkesë o kom për mu. Edhe s'po më vjen hiq mirë kur e kom po që jam. E në të gjendje. Se ju më kanin Allah që kom bo naj rast shumë diçka të ronë, Allah, kom bo qikë gjithë shka që një zezë, Allah. E tu kuptu se kam letë, Allah, sëne. Edhe pse më ka dashur, s'ka mujt me nalë veten. Më vje keq, më shpresoj që është mirë. Shpresoj që është mirë edhe kur dal jashtë besoj që kom e taku. Se nuk jam si këta që kaj çdo 2 minuta, na përcepa, e tu kuptu. Nina keq e mojnë veti. Që i kërkoj shumë falje, për asnjë moment nuk kom dashur, edhe kur u konë motra vetë, edhe kreti kemë thonë, asnjë moment kur nuk kom dashur që unë me put, që të gjendi që është se për qëta kom luftu dhe i kom vërtit, jam bo nervëz, mos me hanë që të pikë. Më vjen keq shumë për familje sajna, për Eglit. Vjen shumë keq, nuk kom dashur kur, ju kërkoj shumë falje edhe kur dal jashtë, nëse më japin mundësin familje Eglit, mu taku, bile, në kërkim falje me ja u bu në sy, se nuk kom dashur me bo kur, po thjesht i ka pas menime shumë atë fella, e ka lindu vetën edhe mrena presioni ka mirë, normal ka menu shumë sene, nuk është si jashtë si mrena. Arber, a mendon se do të ndikoj largimi i Eglit qëndrimin e Gjestit brenda shtëpisë dhe mënyrën se si e çon përpara këtë përvojë? Mendoj që po, patjetër që po, sepse marrëdhënia në çiftet e tyre ka krijuar shumë situata brenda shtëpisë si midis tyre, po edhe në raport me banorët e tjerë. Tani do të duhet që Gjesti të krijojë situata të reja për të qenë apo për të kërkuar vëmendjen brenda lojës. Mund numërojmë mbi 10-15 prajme të cilët dinamika kryesore ka qenë në raporti të tyre dyve, sot nuk është më. Ndaj mendoj që po, për momentin do të ndikojë negativisht në lojën e tij. Por që është gjithmonë në dorën e tij, do të ketë fuqi të ngrihet apo jo. Nuk o të mungu. Neda? Po. Jam dakord, Ledion, unë mendoj që me sa kam kuptuar, Gjesti është një lojtar që ka gjithmonë nevojë për një mbështetje. Pra deri diku nuk ja del do të jetë plotësisht i vetëm, edhe plotësisht i fokusuar te loja. Dhe mendoj që kjo është një dizavantazh për lojën e Gjestit, por jam dakord me Arbrin që ajo mbetet dhe për tu parë, sepse ne jemi në garën drejt fundit edhe kuptohet që nga fundi banorët mundohen të ndezin motorët që u kanë mbetur. Gjesti, për te afrimit që ke patur me Rozanën që erdhi kryesisht në bazë atij rrengut për cilin do të flasim pak më vonë, a ke di këtë tjetër brenda shtëpisë për momentin që e konsideron afër, që e konsideron jo në thonjza armik, si që konsideron disa prej banorëve? Kam, po, është shkelzeni, është shumë djali mirë. Apet, pavarësisht këtyne se këta këtu mrena, këtë shojnë të kajtë e sene, lësë që ja unin, thoi, po viktimizohet si qifti i Gertes, se janin kur, as marrën me të vetë që shias, kur gjo, a kur kanë kjo për thmit vete mërë mondi, unë i rri afer të kryt, se ja përdori kur. Gjeni është aj,
edhe Rozona, normal sa do që kom pas me të për lamje, nuk kom pas diçka shumë të rona me të, si me tjertë. Pra po thua vetëm me Rozanën dhe Shkëlqenin, as kanë po me që ta jam, po edhe me Kellin jam, që është djali mirë, nuk kom pas në sen me ta. Ja u shon një zemër të pastër këty në treve, kështu që. Qartë. Mirë, po ju lëmë njëri tjetrin, ju lutem më mbyllni lidhjen me shtëpinë, dhe përpara se sa të shkëputemi duke i kujtuar që kjo do të jetë një natë plot me surpriza, do doja t'ju thoja që një surprizë shumë e bukur e këtij sezoni televiziv është padyshim Aurela Gaçe, e cila vjen me shohun e saj këtu në Top Channel nga 13 marsi, kështu që mos harroni të blini biletat. Nga 13 marsi çdo të enjte blini biletat të topvizchannel.tv. Ka publicitet, kthehemi pas pak.